Okej, ja ku jemi rikthyer pasaj super këngë, super seni, siç thotë Albani, dhe shkëputjes publicitare dhe siç kemi paralajmëruar edhe më herët, jemi në studio me një prej organizatorëve kryesor të sjelljes së Kanye West, Gerhard Veizi. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit që ke ardhur në studio me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe kënaqësi. Faleminderit juve. Dhe është një super event, një mega event, një emër gjigant botror që po vjen në Shqipëri. Si lindi kjo ide? Pse ishte? Më lëni të ma bëj pyetje. Atëherë, një nga kushtet kryesore që kjo gjë të ndodhte është praktikisht dhe vendimarrja e tij për të bërë një tur në Europë, pra koncertesh. Dhe rrjedhimisht pati interes nga promotori kryesor që është Street Life, një kompani gjermane. Dhe ata po shihnin mundësitë për të realizuar të koncert në Shqipëri. Erdhën, pan terrenin, bën 2-3 llogaritjet e tyre si kanë ato, domethënë procedurat e tyre të brendshme dhe vendosën që ta plasnin. Po, super, u konfirmua. Le të shpërthej Kanye në Tiranë. Le të shpërthej Kanye dhe tani a pritet të anulohet edhe në Shqipëri si në shumë vende të tjera ky koncerti? Jo, kjo nuk ndodh, pasi Kanye West nuk ka anulluar asnjë nga koncertet që janë anulluar, janë anulluar për shkak të Ja kanë anulluar. Domethënë pra aty është anulluar hyrja në Britani dhe rrjedhimisht ai nuk performoi atje. Dhe domethënë është më shumë qasje politike dhe jo më shumë jep gojës. Goja lapsh stand-up i thon. Zbët fjalë që ai njihet shumë për këtë fenomen, po shumicën e kohës kjo llapja që ai bën ka qenë për mirë, për pozitivitet dhe ka influencuar shumë votën dhe rrjedhimisht për ato herët që ajo llapja i është kthyer kundra, prapë është në minoritet në herët që ai ka shërbyer për mirë. Po sikur keni West tani të dalin mbrojtje kësaj kauzës Vërnecit. Do anullohet koncerti? Këtë nuk e di dhe nuk e besoj, domethënë sepse këtu çdo gjë do jetë me mbarvajtje, domethënë e ka marrë përsipër që do vi, edhe shteti vet nuk besoj që do ndërhynte te kjo pjesë. Po, u bën ndonjë statistikë që ndoshta s'do ketë aq shumë bileta të shitura para apo thjesht u vendos projekti dhe të ketë sa të ketë bileta. Ishe i sigurt që njerëzit do të vinin. Shive, ideja ashtu që kjo është komplet si përmarrje private. Okay. Dhe rrjedhimisht në si përmarrje private, si përfitimi si risku janë pjesë e gjës. Kështu që ato që kanë marrë përsipër për organizatorët kryesor, tash i besoj se me përvojën e tyre që kanë shumë vite, e kanë marrë parasysh të gjithë skenarët. Ne si shtet, çfarë, domethënë cili është bashkëpunimi, pra çfarë ka ofruar shteti shqiptar në ardhjën e tij? Shteti ka ofruar mbështetje logjistike, infrastrukturore, pra që do të thotë domethënë mbarvajtjen e eventit, rendin, po themi pak infrastrukturë që ose do duhet linj koherenti, ca gjëra sepse vendi ku do të zhvillohet, ku do ndërtohet ky stadiumi i përkohshëm, arena e përkohshme, domethënë është në një vend që është një tokë djerr, po themi, dhe që është ka nevojë me që jemi ke stadiumi. Sa e sigurt është që ky stadiumi do ndërtohet deri me datën 11 korrik. Dhe nëse është e sigurt, a do të jetë i sigurt? Po më duket sikur je reper me këto me rima dhe me këto Moltin Tandra. Kjo është kryesisht e Jay-Z si specifik, shokut Kanye West, por patjetër që ajo do rreth 2 javë që të ndërtohet si gjë, dhe patjetër që është i sigurt sepse domethënë është nuk ka ardhur njëri me morëm qaf. Po sepse duket shumë 60.000 veta, domethënë duket vërtet shumë e madhe. Se ishte 2.000 veta, mendosh kemi arenën kombëtare? Po patjetër, nuk është 60.000 ulse, sepse është dhe toka, pra është edhe pjesa që janë në shesh, po. Në shesh, pra nuk është se janë 60.000 ulse përse, mendoj në total do të jenë diku te mos e bëj të 30.000 ulse. Po, shumë janë, prapë. Po që bëhet me skeleri, do vinë ekipe nga jashtë, domethënë dhe që për ta ndërtuar këtë lloj gjëje është me inxhinier. Do jetë me atë globin e famshëm atë. Patjetër që ka qenë pyetje shumë e shpeshtë kjo dhe ideja është që Kanye West ka standarde shumë të larta. Dhe ai nuk është se do vinte thjesht në Shqipëri thjesht për të performuar në Shqipëri, ai po nuk e solli sepse ai është një person që është shumë i dhënë pas kreativitetit dhe artistlëkut gjës dhe përcjelljes së gjës
dhe nuk është se thjesht vjen Në për një stilin e transaksion tij, me po. marr atë Po. pagesën e radhës dhe po performon. Por si paguhet ai vërtet? Do ta paguajmë ne atë, shteti apo Jo, është siç thash më përpara, kjo është një sipërmarrje komplet private dhe shteti nuk po financon Nuk, po. fare këtë event, As sepse lekë. mendoj që nuk është se do ishte një gabim shumë i madh dhe Po, po pra. të ndodhte kjo gjë, Po sepse patjetër, se do sjellë shumë turistë nga jashtë, vetëm turistë ne. nga jashtë një, po edhe vetë se shive që koncerti Kanye në Shqipëri është dhe case study brenda komplet Tani turit. shteti për sa kohë jep lekë Encës, pse mos japi te Kanye West? Këtë nuk e di që se ka dhënë Encës, po ideja Me gjithë respektin, po, përshëndesim. ne jemi case study për shkak se neve po ndërtojmë një infrastrukturë për ta pritur këtë lloj koncerti dhe Po. kjo është një case study kudo tjetër ku ai shkon, pra për shembull në Stamboll ku dhe unë kisha mundësinë të shkoja dhe takohesha edhe me pjesë të grupeve organizative, gjitha këtë për të parë Se si do ndodhet një këtu, po. gjë. Domethënë ishte që ato Shqipëria ju jeni ai case study sepse domethënë pra sepse edhe vetë lajmi, pra ishte një PR shumë i madh për Shqipërinë, vetëm fakti që u pompua kjo që do bëhet një stadium për vetëm për koncertin e Kanyes, dhe deri mish vetëm ju e dini se jeni të medias TMZ, Worldstar dhe Po shumë që shkruajnë. Këto po marr kryesore se pastaj faqe memesh se Kanye West ka shumë fanpage, domethënë u bë një realitet që vetëm ajo në vlerë një reklam falas shumë e madhe botërore. Shumë e madhe, domethënë, kështu që mendoj që shteti ka lozë mirë këtë radhë. Bukur, po. Patjetër, këta janë mjeshtra tash, lutem shumë. Jeni të papam fare për këtë punë. PR-i është on top dhe është shumë e mirë. Unë atë stadiumin. Sa do jetë bileta pak a shumë? Po. Di biletat mund të gjeni edhe te jealbania.com, patjetër, dhe fillojnë nga 120 euro, kanë qenë 100 euro në fillim kur bë pre-sale, po ne si shqiptarë lëm gjithmonë çik për moment fundit. Domethënë kur rritën biletat. Kemi ato dyshimet tona që prit njerëz do anullohet. Jo, nuk është ajo, sepse po themi ky është koncerti i parë që ka këto pikë pyetje për shkak të gjithë elementeve. Po neve kemi edhe një kulturë shumë keqe që duhet ta them që presim që të na japin bileta falas, gjejmë një mik edhe diku që do na japin nga sipër dhe kjo në fakt edhe dëmton pak kryesisht, jo këtë event përse, sepse ky është event ka një gjë tjetër, domethënë dhe interes tjetër, por kryesisht neve lejmë për fund sepse unë vi nga një background organizator eventesh para se të isha domethënë në pozicionin që jam tani. Dhe domethënë e kam vujt gjithmonë këtë vetë sepse ti si organizator prej deri në moment fundit që ose ke 3 faza shitjesh biletash, pikërisht që domethënë believer janë ato që të besojnë në fillim dhe ti që se thecën në faza believer mund të investosh edhe në një artist tjetër. Pra është pak a shumë si prona që kur e pagun në grop e pagun më lirë. Kjo domethënë nuk është se është fazë shumë që ecën shumë në Shqipëri, kjo believer, ë? Jo, nuk ecën sepse gjithë e lejnë për fund për shkak se po ndërtohet objekti. Jo, po thash, nuk ka lidhje me këtë event përse, po është kultura e përgjithshme. Domethënë që e lejmë për fund se ja Allah do ta gjejmë dikë që do na japi një bilet, do fusim mik, do bëjmë atë, kur do të mendojmë fakt që për shembull duhet mendu pak edhe për faktin që kur vinë sidomos emra ndërkombëtar, siç është Kanye West, po siç është edhe Black Coffee që është tani afër dhe evente tjera me kështu emrash, pra ti duhet të vlerësosh edhe faktin që po të vjen në shtëpinë tënde, ti për ta parë diku jashtë duhet të paguash bilet avioni, hotel, edhe kështu që domethënë mendohet edhe çik për këto organizatorë dhe promotorë që marrin një farë risku që bime i treg që është ende në zhvillim dhe në afirmim në nivel ndërkombëtar, pra mendohet edhe si një formë supporti, mendoj unë. Patjetër, po. Për shembull kur e pash atë katedralen e Parisit që u fute stadiumi kombëtar, thash as jam pendu fare për ato bileta se pikërisht këto ishin gjërat që mendova, që thash po sikur kisha shkuar në Paris, domethënë duhet paguaje vetëm avioni do të shkonte shumë më shtrenjtë. Dhe sigurisht që evente të tilla i bëjnë vetë se mirë Shqipërisë, inshallah nuk flet për Zvërnesin ai, që të bëjmë shaka. Tani kërkesa më e pazakont që ka pas Kanye West, Kanye West, më falë, jemi mësuar tash që gjatë statut, se kam fajin unë. Atëherë ideja është që për shembull unë jam marrë me artistë ndërkombëtar që kanë ardhur në Shqipëri, por e veçanta e Kanye, duke qenë se është aq i madh, ai ka një strukturë të brendshme të akomodimit edhe të kërkesave dhe rrjedhimisht merret ekipi brendshëm me këtë lloj gjëje dhe nuk ka për shembull pra nëse një artist tjetër ndërkombëtar për shembull ti çon 3 hotelet kryesore me 5 yje këtu në Tiranë, dhe ai zgjedh ai këtë ka strukturë të brendshme dhe praktikisht e ka kryer këtë punë. Që ato merren me përzgjedhjen me këtë dhe nuk merret fare pjesë organizative. Cili hotel do rri Kanye? Nuk e di. As e di njëri fare. Nuk e dim sepse ai ka edhe këtë gjë dhe po ta mendosh edhe për faktin sepse nuk do të bëj edhe publicitet para prak, edhe ku do rri sepse i vjen zor të thotë që do rri në Airbnb, do i rreshtohen fansat aty edhe janë për privatësinë, kanë nevojë për privatësi. Janë prandaj janë shumë elemente. Vlen për të thënë që
Kanye West po vjen si artist I cili është akoma në maj të karrierës tij, pra nuk është Po. një artist emër shumë I njohur Nuk që po vjen vjen- pas disa vitesh po, kur karriera vet nuk është suksesshme. më në atë lloj maje, pra në majën më të lartë po themi të rrugtimit të tij. Kështu që prandaj neve Është on edhe top. edhe për neve është një mësim I ri dhe shumë element të reja, domethënë ardha e tij këtu për mënyrën se funksionojnë gjërat në atë lloj niveli. Në nivel Dhe me këtë që the botëror, për world punën e star. biletave, mbaj mend ishim një herë në teatrin Petro Marko, kur kishim një shfaqje dhe ishte ora 7 pa I çerek, domethënë që ishte duhet vinin njerëz, po vinte asnjëri. Edhe pyesëm, them, sa bileta Në janë 8 shit? fillon shfaqja, domethënë. Në 7, jo, në 7. Ah, okay, 7. Sa bileta janë shit? Thanë, ja 10 bileta. Edhe s'po e vrisim e fare, shumë të qetë fare, kupton? Po thash si 10 bileta, po s'mund të japim shfaqje për 10 veta kështu, që ishim u demotivova fare. Mos e prit me se do mushet. Do ti, pa e ora 7 rrafsh. Pse se Elin për moment funit duke kanë kulturën e rezervimit. Edhe jemi mesdhetarë, neve jetojmë çik më shumë momente, nuk kemi Po. shumë të planifikimit. Po, e vërtet. Plus që ka dhe gjë, qytetet e Shqipërisë janë çik me distanca të shkurtra. Dhe ti thu se aty e kam Aty e kam, biletarin, po. aty e kam teatrin, pra Po, domethënë nuk mu neve edhe prandaj nuk për shembull po themi rast kot vllai imi jeton në Zvicër edhe leme në shok kur vjen në Shqipëri më u taku këtu në orën 7 pas dite e thotë ai shoku, o vllai thot taksirat takojmë 7:30 doli gjë, Po, ika dhe e, erdha. kanë kemi Edhe vllai punë. thot, o po këto më valla si kanë mundësi këto kështu I lejnë 7 që është 7:30. Po. I them vlla ti në Zvicër apo në vende të tjera duhet ta planifikosh mirë kur do dalësh, kur do takohesh me dikë. Po. edhe kur Zvicra, që Zvicra është janë eksakt ata për. Dhe thashë se këtu në Shqipëri janë distancat e vogla dhe rob Edhe- domethënë plus edhe mesdhetar. Ase ika, ase erdha, ja prit ndonjë Po. punë. Ose është në dush për herë dikush ai që do vi, jam dush, jam rrugës, është gjithmonë rrugës. Do të jepi do të jepi Chelsea takës. Po dhe një pyetje që është bërë shumë, për sa I përket përveç ardhjes Kanjes dhe të stadiumit, më pas do zhbëhet e gjitha pasitike apo do mbetet atje si Jo, për evente të tjera ndoshta ose Deri në shtator mendohet Mhm. që do rri kjo strukturë dhe do do shfrytëzohet do për shfrytëzohet edhe evente. për evente të tjera, por për momentin gjithë A ka të fokusi bëjë me, po. është fokusi tek Kanye West, pastaj do mendohet Po. për evente pasardhëse. A ka të bëjë me projektin që flitet një projekt në ajër Duran, Durrësi dhe Tirana, që do të jetë një Jo, shive unë e njoh atë lloj projekti, Po. e kam çekur ka prezantuar atëherë Bojri para shumë vitesh, por kjo nuk ka lidhje fare sepse s'ka lidhje. domethënë aty thjesht është Hapësira, gjet mundësia sepse Kanye West donte e ka standard që do 60.000 veta kapacitet për të performuar. Po. Dhe rrjedhimisht nuk kemi asnjë vend në Tiranë, pra që kapacitet. për atë kapacitet për t'ia ofruar dhe vetëm mënyrë që kjo ta realizoj ishte aty. Po. Dhe fatmirësisht një nga bashkëpunëtorët ton lokal gjeti mundësinë që kjo toka ishte djerë dhe pa shfrytzuar, Po. dhe që domethënë u vu në funksion të kësaj gjëje, pra dashamirësia e personave që zotërojnë tokën, aty që më pas Atyre jura bixha, çfarë do të shëmirësi. nuk e S'kan mendoj. marrë, po më vonë. Shive, ajo ishte e para caktuar, domethënë nuk Ah. është se ndikoi Kanye West që ata Po, të zhvillonin po. atë lloj prone. Thjesht ajo kjo ishte edhe një nga bekimet në parim sepse meqenëse qenë se ajo pronë do zhvillohet më vonë. Prandaj Dhe- po them pra, bëj garan bixha. I ka rënë biçha këtyre organizatorëve Kanye Westit, jo. Po mirë, dhe këta reklamë, ka bëu koncerte Kanye Westit këtu, Kanye West. Nuk besoj se ka ndonjë përfitim. Përmende edhe Black Coffin. Po. Pak më parë. Po. Do thënë do vi Me 11 vjen? Jo, është këto të njëjtë, Këto të njëjtë? ndat 4 të pista atletikës. Domethënë nga Sono International që janë dhe ato organizatorë shumë të mirë eventesh, realisht dhe është një grup vajzash nga Kosova që organizojnë të event dhe është një big up më shumë sepse nuk kam parë ndonjëherë një grup, një kolektiv vajzash, domethënë cikleta punëtore, domethënë edhe që duke- të jenë aq aq aktive, ato vinë mas eventet e të Kine Music vjet, domethënë pra që ka qenë një sukses dhe mund të jetë suksesi më I madh para se të ndodhi Kanye West praktikisht. po. Dhe realisht një big up shumë për vajzat e Sono Entertainment. I përshëndesim. Për Anilën dhe Yllkën kryesisht. Dhe sepse ka janë duke bëj punë shumë të mirë për të sjellë këtu emra ndërkombëtar, po nuk është vetëm emri, po edhe mënyra se si e Niveli, trajtojnë standardi gjithë që përvojën, japin, po. gjithë janë vajza, më duket janë vajzat është çik më e kurume. Normal, gjëra, normal. Goca artiste që e bëjnë punën në një standard Normal nuk botëror. ka, aty o do e bësh o do e bësh. Nuk ka, edhe e bën pa bërtitme, pa sherrë, pa Po. gjë. O do e bësh o do e bësh. Dhe kur e theti janë ca vajza nga Kosova, tash ku sa shkoj meni, apo? Ja, po shihni nuk është se ka shkuar për keq menë, se ato janë qëndrojnë. Do t'i ftojmë, do t'i ftojmë në emision. Kosovë si kemi Se ne kemi gocat tona edhe Tinën, që e kemi kolegen e mëngjesit, por ishte deri në orën 9 me ne, se jemi radio që dëgohet Po, ti e di, nga po. Prishtina deri në ishullin e Tongos.
që ne themi dhe mund na dëgjoni gjithashtu të dashur dëgjues edhe në Paper.fm, radioja e vetme me një frekuencë kaq të gjerë dhe kaq të mbuluar. Dhe ishim në studio dhe vazhdojmë të jemi me Gerhard Veizin, i cili ka folur me detaje për ardhjen e një nga artistëve më të mëdhenj të muzikës në mbar botën, që është Kanye West. E fundit fare, pak që folëm, sa kushtonte VIP-it më? VIP-it nuk I themi dot çmime. Jo, patjetër që I themi, domethënë është diku te rreth 1000 euro personi, dhe ka setting të ndryshme, pra krejtë tavolinë për 6 veta. Çfarë avantazhesh ka për shembull? Atëherë, po përveç se pamjes, domethënë që janë komplet zona dedikuara për këtë. Që e ke shumë qartë. Gjë. Përfshihen brenda dhe pije, domethënë shishe gjatë gjithë mbrëmjes së gjitha këto, ke deri tek këto dhomat që quhen skyboxes, që janë deri për 30 veta, domethënë që super. Domethënë ka për gjitha nivelet, po themi, e shërbimit, e eksperiencës, ka ofertë. Pra ke nga më e thjeshta deri tek ajo VIP më luks. Pikërisht. Dhe ka një kur vjen tani sakt që do vi? Tani këtë nuk e dim, neve shpresojmë shumë në aeroport. Neve shpresojmë shumë që ai, sepse shoqëria Zotit nuk është e ka në ngushtë agjendën para dhe pas këtij eventi, kështu që shpresojmë shumë që ai të vi dhe më herët, 3 dhe më mbrapa disa ditë, pra që ta shohi dhe ta vlerësoj, se unë kam përshtypjen që Kanye West po ta njohi tamam kulturën, trashëgiminë tonë dhe bukurinë tonë natyrore. Do fiksohet, do vi vit për vit pastaj. Do bin dashni me këtë vend. Po një plazh dhe bëj ai në jug. Po një byrek në Lushnjë dhe haj. Të shpresojmë shumë, edhe në Lakëror Korçë si. Edhe në Lakëror Korçë dhe haj tash s'ka lezet. Domethënë do doja shumë këtë lloj gjë, sidomos ai duke qenë se është si producent dhe gjithmonë ka sjell risi në muzikë edhe në mod. Mendoj që ne kemi shumë element ton të trashëgimisë kulturore të prekshme dhe pa prekshme, siç është kjo isopolifonia që është mbrojtur nga UNESCO, po lahuta njëkohësisht, po xhubleta, po fustanella, domethënë se asa xhubletës e ka shpik, i ka bë update ky Drake-u tani. Ky po ka një xhublet famshme. Drake-u nuk e di se çfarë thonë shpesh, nuk është kush është kjo vajza shqiptare që I ka thyer zemrën, që e ka fiksuar kaq shumë në kulturën shqiptare, që është I gallat e lezetshme, por që realisht edhe Drake-u është për tu përshëndet që është duke e përfaqësuar Shqipërinë në mënyrë indirekte, domethënë se nuk e dim lidhjen tamam, po që domethënë dhe mendoj që edhe Kanye para do fiksohet edhe jam I bindur. Ka dizenjuar një bluzë e cila është me siç është Shqiponia jon 2 krenare, por këto janë gargoj 2 krenar, domethënë pra gargojt janë ato tip laraskash që janë kështu të ngurta, po themi në. Dhe është inspiruar nga ne po thu. Mendoj unë tash nuk është se kam të vetëm ne kemi 2 krenare, domethënë atë flamurin, edhe I mbase ka pa vetëm si simbol flamurin, as nuk e di ku shteti është, po domethënë por do mundohemi të gjejmë lidhje. Unë edhe kur isha në Stamboll pata mundësinë të takoja Blackboy Max, edhe gjithashtu dhe Justin që është një nga dating advisors më të lezetshëm në internet, që e thot në mënyrë fani dhe që këto janë pjesë e enturazhit Kanyes. Edhe me atë bëra kontakte dhe I thash që do të nisa materialet t'ia tregosh taksirat, domethënë këto qeleshet, isot, gjërat, që shpresoj mbase pse më dalë me një qeleshe. Më pëlqen shumë ky PR që e munduar. Çi ke bërë dhe e munduar të arrish rezultat. Dhe shpresoj që ta arrish rezultat. Unë jam për të pjesën organizative, unë jam dhe fan si çmendur I popit dhe I Kanyes veçanërisht, kështu që jam shumë frymzuar për ti si artist, edhe realisht më thënë për mua është 2 fish, 3 fish, 10 fish kënaqësi kjo gjë që po merresh me këtë. Po, dhe duket që po e bën me shumë pasion. Turojmë shumë suksese, shumë jo vetëm te ky projekt, por te çdo projekt tjetër. Para se të themi mirupafshim, do na gjesh një bilet fare. Jo, Matia. Dhe kështu, siç e kuptuat, do të shkojmë tek kënga e radhës. Do të jetë Lenny Kravitz again. Faleminderit Gervais. Faleminderit. Go.